punë se mund të jenë, se kjo numër shkon bie apo rritet sipas ngjarjeve në kategori për shembull, pa një rënë para kategorikut, ndodhi festa kombëtare e SBA-ve, ndodhi i çtunë dhe u ngrit. Pak a shumë në Serbi kishte po ndodh. Në Serbi u qetësuar disa muaj në qershor pam 200.000 veta në rrugët e Beogradit, kundra. Vučić dhe që u detyruar Vučić të shpallë zgjedhjet para kohshme ende s'dihet data. Kështu që numri nuk është i sigurt, po është i sigurt që ata do vazhdojnë të qëndrojnë sepse ka kaluar në diçka personale dhe Rama këtë s'pari ta kuptoj sot. Rama sot në felimin e tij shkoi dhe biles dhe citoi një filozof ushtar francez, Tocqueville, ka bërë një libër mbi Amerikën, demokracinë e Amerikës, dhe u mbështet gjithsesi që Tocqueville për treguar që shikoj ai që na thon ndodh neve, një jetë në sipas Ramës në filozofi, që sa më shumë bën për një komp, aq më shumë kompi tregohet ndaj teje mos tolerant, i pa tregon një lloj ka një si dhe në shqip, jetë në shqip, i padurueshëm, ka një padurim për kërkuar dyshime të shpejta. Kështu e interpreton Rama, por haron diçka më të thjeshtë, dhe prandaj që po të zgjasi, që nuk e duan më. Është bërë diçka epidermike, nuk e duan më e Ramën. Është epidermike, është diçka psikanaliste. Nuk ka më lidhje fare tani asgjë sepse ti s'bëre kjo rrugë apo të tregove organ, nuk e duan më. Është një çift që ndahet, ka një divorc, dhe nuk ja vlen më pastaj të shikojnë arsye pse ti ashtu, nuk të duan më. Tani sigurisht që për Ramën kjo nuk është arsye. Ministri po bën rezistencë, nuk do ta jap divorcin. Rama për Ramën kjo nuk është arsye që të largohet, po është një fakt, nuk e duan më dhe ai kot e ka dhe sot që ka arsye të tjera, bëri një fjalim për të treguar arsye pse po ndodh kjo. Është arsye sot, e vetëm kjo është nuk e duan më. Por në këtë luftë, faktori kohë është krah flamingove sepse edhe një Rama po kthehet toksik në marrëdhëniet kombëtare. Nuk ka asnjë sot ka thyer rekordin e çdo lideri në Evropë, jo vetëm në Europën demokratike. Në Francë patëm Erik Verdët, po Erik Verdët në një moment u shuan dhe pastaj